Vendosni një gjethe lakre në balë dhe do befasoheni me efekte. Dhimbja e kokës dhe migrena janë në tepër të forta sa e drobisin njeriu në atë pikë që nuk doron dot as dritën dhe as tingullin më të vogël. Përdorimi i medikamenteve ofron lehtësime të dhimbjeve, por gjithsesi, agonia e tyre do të ketë edhe një stuhi. Në këtë video, sipas Brightside, do të mësoni për një recetë natyrale me gjethet e lakrës, të cilat mund të lehtësojnë dhimbjen. Shumë prej përbërësve të lakrës janë anti-irritant antibiotik të fuqishëm. Ato zgjerojnë kapilarët e gjakut në zonën e trupit ku vendosen dhe rrisin qarkullimin e gjakut. Falë rritjes së qarkullimit në këtë pjesë të kokës, dhimbja lehtësohet dhe agonia shuhet. Por si ta përdorni atë? Merrni një lakër mesatare dhe hiqni gjethen në sipërfaqe të saj. Merrni disa gjethe në brendësi të lakrës, i lani mirë dhe i shtypni sa të formohet një pastë. Masën e përfituar e vendosni në një nap të pastër, e mbështillni mirë dhe vendosni në zonën e kokës kur keni dhimbje. Shtrihuni dhe përpiquni të qetësoni për të marrë rezultate të mira.